Analiza, kontrolli, mbikëqyrja e investimeve tuaja është një proces shumë serioz. Është një proces i cili nuk mund t'i lihet në dorë një grupi ministrish, drejtorish qofshin ato, të cilat sot zyrtarisht njihen ose si të korruptuar ose si pjesë e një grupi kriminal. Kjo nuk mund bëhet as edhe me një vendim të Këshillit të Ministrave. Kërkon një ligj të posaçëm, integral, bazuar mbi standardet e Bashkimit Evropian. Dhe jo një vendim Këshillit Ministrave që do të jetë atje në disa zyrtare nuk ka për të zbatuar, ashtu si shumë të tjerë. Këto ishin dy shqetësime që ngriti edhe deklarata e Dhomës Amerikane të Tregtisë dje. Shqipëria ndodhet në një moment kyç dhe do të vendos nëse do të bashkëpunojë me partnerë evropian, me vendet NATO-s, apo do të bashkëpunojë me partnerë të cilët nuk ka siguri se ku do të shkojnë, qoftë dhënat personale apo investimet që do të hyjnë në Shqipëri. Shqetësim tjetër që lidhet me analizën e investimeve tuaja janë edhe sektorët që janë të përfshirë. Do të fokusohet vetëm tek media, apo ne do të sigurohemi që infrastruktura kritike, energjia, infrastruktura në rrugë, në porte, në aeroporte, njëkohësisht prodhimi i armëve do të jenë me partner serioz dhe europian. Ky është vendimi strategjik që do të marrë Shqipëria. Do të rrisë transparencën, apo do të bëjë një proces në letër që nuk do të funksionojë? Do të përafrohet me standardet e Bashkimit Evropian, apo do të miratojë një vendim Këshillit të Ministrave sa për t'i mbyllur syt e për të largojën me partnerët evropian? Këtë diferencë sigurisht që duhet ta bëjmë tani e duhet ta vendosim tani. Shqipëria ka nevojë për një ligj të plot integral për analizën e investimeve tuaja. Ka nevojë për një proces transparent, për institucione serioze. E di që shumë kërkosh nga kjo qeveri, po në këtë moment është e nevojshme që ne të vendosim disa filtra, qoftë për të kontrolluar investimet e huaja, qoftë për të siguruar që të dhënat personale, të dhënat e kamrave, të dhënat e projekteve që lidhen me infrastrukturë kritike, të jenë në duart sigurta e të mos përdoren ashtu siç janë përdorur sot, qoftë për qëllime kriminale, qoftë për presion e për shantazh. Ky ligj mund të bëjë diferencën.